A e dini se kush ishte Luan Haradinaj? Sot do t'ju tregoj historinë e një djalit të thjesht nga Gloggjani, që u bë simboli i lirisë për të gjithë ne. I lindur në nëntor të vitit 1973, Luani u rrit mes maleve të Kosovës, duke dëgjuar këngët e trimërisë dhe rrëfimet e qendresës. Që i ri, ai tregoi se kishte diçka të veçantë, një dashuri të pakufishme për vendin e tij. Ndërsa studionte në Tiranë, zemra e tij rrite për Kosovën. Ai u bë ndër themeluesit e parë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke punuar pa pushim për të sjellë shpresë në ditët më të errta. Luani nuk ishte thjesht një luftëtar. Ai ishte një vizionar që besonte në një të ardhme më të mirë për popullin e tij. Më 6 maj 1997, në qafprush, Luani dha jetën për idealet e tij, por trashëgimia e tij jeton ende. Ai na mësoi se liria është më e shtrenjtë se vetë jeta, dhe se duhet të kujtojmë gjithmonë ata që sakrifikuan gjithçka për të ardhmen tonë. Nëse ju ka pëlqyer kjo histori frymëzuese, mos harroni të ndiqni kanalin ton për më shumë rrëfime të tilla që na kujtojnë vlerat e vërteta të jetës. Faleminderit që ishit me ne sot.